Pejgamberi a.s. ka thënë ëndrrën e mirë, tregoja vetëm të dashurve edhe atyne që dinë me interpretu. Ëndrrën e keqe, kërkuj hiç. Kërkuj hiç. Mos më ja tregu kërkuj. Disa njerëz thonë, çka po shon ëndër, po m'del ditën. Ëndrat nëse janë me një mesazh, ato janë paralajmëruese dhe janë shumë dobiprurse. Janë shumë të mira. Është mirë me pa një ëndër të tillë. Por nëse janë me një aspekt të kotë, më thonë. Për shembull, nëse unë e shoh ëndër në ëndër e shoh një njeri edhe të nesërmen e shoh të njëjtin, kjo është ngacmim prej shejtanit. Ma shpjegoj herë? Për shembull, ose po kam dëshirë me hangër fli. Okej. Fshatit, katunit. Edhe unë në ëndër shoh që unë po ha fli, për shkak se e kam në qef ato. Dhe të nesër, ose mas 2 dite, e ha të njëjtin ushqim. Kjo është ngacmim, kështu quhet edhe ka aspekti fetar për shkak se shejtani mundohet me të thellu në ëndra, që dikur ti me i besu vetes e pastaj me manipulu me këtë person më shumë.